Komisioni i Disiplinës në Federatën Shqiptare të Futbollit mbyll stadiumin Flamurtari të Vlorës. Vendimi i disiplinës erdhi pas dhunës të prodhuar nga tifozët në ndeshjen e javës së kaluar me Besën. Vlonjatët kanë marrë dënimin, por edhe gjobën më të madhe pas incidenteve të fundit në këtë takim. Flamurtari merr ndëshkimin më të rënd me një gjobë prej 300.000 lekësh të rinj, apo thëndryshe 3 milion lekë të vjetër, e cila do të aplikohet me 50% ulje, sipas nenit 76 fraksion 1A të Komisionit të Disiplinës dhe zhvillimin e 2 ndeshjeve pas spektatorë. Shkak është edhe e sendeve në fushë dhe mungesa e sigurisë për lojtarët dhe zyrtarët e kundërshtarit. Klubi urdhërohet gjithashtu të dëmshpërblej dëmet për pajisjen e sistemit VAR sipas akt konstatimit brenda 15 ditëve. Kështu vlonjatët pas këtij dënimi do të duhet që ndeshjen e të dielës me Erzenin në Vlorë ta luajnë pa tifoz, për të qetësuar tifozët ultras pas humbjes 0-2 me Besën në Vlorë. Presidenti i klubit të futbollit Flamurtari Sinan Idrizi, futbollistë e përfaqësues të stafit teknik, zhvilluan një takim me ta në tribunën C, teksa i kanë siguruar, por edhe i qetësuar njëkohësisht se Flamurtari do të ngjitet në Superlig. Kujtojmë këtu që vlonjatët janë vetëm një pikë diferencë më shumë me Besën e Kavajës, që mban vendin e tretë, ndërsa lufta deri në fund do të jetë e ashpër, teksa në këto 2 ndeshje do të vendoset fati i kampionatit. Flamurtari do duhet të fitojë të dielën me Erzenin, por gjithashtu edhe javën e ardhshme në Vorë për të arritur objektivin madhor dhe për të realizuar ëndrrën që vlonjatët po e presin prej 5 vitesh, ngjitje në Superlig tek më të mirët e futbollit shqiptar.